Ramazani nuk ishte vetëm një muaj në cilin u ndaluam nga ushqimi dhe nga pija. Ramazani ishte një muaj ku dha një mësim të fuqishëm se njeriu ka për të marrë urtësi dhe ka për të mësuar shumë nga ky muaj i bekuar. Në realitet, çfarë mësuam nga Ramazani? Nga Ramazani mësuam vetë kontrollin, ajo që është bazë e njeriut, ku mbi të ndërtohet suksesi, e ardhmja dhe në botën tjetër shpërblimi i tij. Mësuam nga Ramazani që të largohemi nga ushqimi dhe nga pija, të cilat janë bazë që njeriu ta zhvilloj jetën e tij. Përderisa patë mundësi të largohemi nga ushqimi dhe nga pija, Ramazani po na tregon se ti o njeri mund të largohesh edhe nga veset e këqija dhe mund të ndryshosh për të mirë, sepse është mundësia para teje që të lidhesh me të madhin Zot dhe përballë çdo mundësie për të bërë keq, të ndalohesh nga ai drejtim. Pra, vetë disiplina apo vetë kontrolli është urtësia e parë që ne e mësuam nga agjerimi në muajin e bekuar të Ramazanit. Aspekti i dytë që e mësuam nga Ramazani është edhe sinqeriteti. Pra, në muajin e bekuar të Ramazanit, besimtari bëhet edhe më i sinqert, sepse vetë agjerimi ishte një muaj i cili e edukon dhe e ngrit nivelin e sinqeritetit. Pra, agjerimi, siç tha pejgamberi alayhis salam, ku Zoti i Madhruar thot në hadith kutsi, "Saumu li dhe wa ana ajzi bih", agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej, ka për qëllim dhe për të na tregu se sinqeriteti i agjeruesit dallohet dhe vrehet qartë, për shkak se ai ka mundësi të hajë dhe të pi, po nga dëshira për të takuar me të madhin Zot, ai nuk e bën këtë dhe sakrifikon për të arritur shpërblimin e të madhit Zot. Ramazani na mëson se njeriu duhet të jetë më i durueshëm në rrugtimin e tij në këtë botë. Mësuam se njeriu i durueshëm është ai që fiton. Njeriu i durueshëm është njeriu që ka sukses dhe njeriu i durueshëm përballë çdo vështirësi që ka pranë vetes së tij. Agjerimi në këtë muaj të bekuar na dha edhe këtë urtësi tjetër, se tipar i njeriu të fortë është edhe durimi i kalitur në zemrën dhe në shpirtin e tij. Për këtë arsye, një agjerues i cili nuk kishte durim, një agjerues i cili nuk tregoi vetë përmbajtje gjatë këtij muaji, ai nuk fitoi, por fitoi vetëm ai që ishte i durueshëm, dhe për këtë arsye Zoti i Madhruar tha, atyre që duruan u jepet shpërblim pa mos. Mësuam nga muaji i Ramazanit se mund të takohemi më shpesh me të afërmit tanë, mund të lexojmë më shumë Kur'an nga fjalat e Madhit Zot dhe mbi të gjitha ne mund të ndryshojmë, sepse është mundësia, i kemi qasjet që të ndryshojmë aty ku më së miri dhe më së shumti kemi nevojë. Andaj lutim Zotin e Madhruar që të marrim urtësitë dhe porositë e Ramazanit, që Ramazani të jetë për neve një shkak për ndryshim pozitiv në raport me Zotin e Madhruar dhe në raport me njerëzit në përgjithësi.